Kjo ka ndodhur në Sloveni dhe qytetari gjobitet me 1.300 euro për parkim të paligjshëm. Një shtetas nga Slovenia ka parkuar automjetin e tij të tipit Land Rover mbi një sipërfaqe me bar në territorin e komunës Punat në ishullin KRK. Komuna ka reaguar menjëherë duke vendosur një gjob me vlerën 1.300 euro. Përveç kësaj, autoritetet komunale kanë kërkuar ndihmën e qytetarëve për të identifikuar pronarin e automjetit me qëllim që të mund të ndërmarrin një procedurë ligjore për kompensimin e dëmit të shkaktuar ndaj pronës publike. Në mungesë të dhënave nga policia mbi pronësinë e mjetit, ftojmë cilido që ka informacion për pronarin ose drejtuesin e automjetit të kontaktojë shërbimet komunale në mënyrë që të mund të ndërmarrim hapat e nevojshëm ligjor për kompensimin e dëmit, thuhet në njoftimin e komunës Punat. Trafiku i së dielës së pashkve u ndërpren në një autostradë pranë Lancasterit të Anglisë pas një aksidenti. Bëhet fjala për një aksident i cili thuhet se bllokoi qindra makina dhe shkaktoi vonesa të gjata të trafikut në zonë. Korsit ishin thënë se do të qëndrojnë të mbyllura për të tëra dhe shoferët duhet të përdorin rrugë të tjera, por ajo se çfarë ra në sy në këtë situatë ishte se njerëzit, përkatësisht shoferët, të gjendur në një situatë të tillë, gjetën kohë të luajnë futboll.